Babai im është më i miri. Kur i arrita të katërtat, babai im ishte më i miri. Kur i arrita të gjashtat, babai im i njeh të gjithë njerëzit. Kur i arrita të dhjetat, babai im është i mrekullueshëm, po morali i tij është si i ngushtë. Kur i arrita të 12-tat, babai im ishte i butë me mua kur isha i vogël. Kur i arrita të 14-tat, babai im filloi të bëhet shumë i ndjeshëm. Kur i arrita të 16-tat, babai im nuk po mund të ecë me kohën e tashme. Kur i arrita të 18-tat, babai im për çdo ditë më duket se po bëhet më i rënd. Kur i arrita të 20-tat, shumë rënd t'ia fali prindit tim, po habitem se si nëna ime mund ta bardhë të jetoj me të. Kur i arrita të 25-tat, babai im për çdo temë më kundërshton. Kur i arrita të 30-tat, shumë rënd të pajtohem me të, dhe po pyes veten se gjyshem a ka pasur problem me babin tim kur ka qenë i ri. Kur i arrita të 40-tat, babai im më edukoi në këtë jetë me shumë kritere, dhe patjetër edhe unë të bëj të njëjtën gjë. Kur arrita të 45-tat, unë po habitem se si babai im arriti të na edukojë të gjithëve. Kur i arrita të 50-tat, shumë rënd të edukoj dhe të udhëheq fëmijët e mi, sa është lodhë babai im që të na edukojë dhe të na ruan. Kur i arrita të 55-tat, babai im kishte qenë larg pamës për shumë gjëra për ne. Babai im ishte i dalluar dhe i butë. Kur i arrita të 60-tat, babai im është më i miri.